Betejë për bashkinë e kryeqytetit duket se nuk do të jetë vetëm e garë e egër për zgjedhjet lokale të 8 majit në të gjithë Shqipërinë. Komuna e Shalës, e cila u shndërrua në komunën më problematike për shkak se u votua vetëm në tentativën e tretë, pas dështimit të dy të parave, do të ketë sërish rivotim. Këtë e vendosi Kolegji Zgjedhor i Gjykatës së Apelit me ditën e së premtes, pas padisë së Partisë Demokratike, e cila ankimoi fitoren e kandidatit socialist Balvuksani, që kaloi në epërtësi me 2 vota ndaj rivalit demokrat Det Tonaj. Pesësh e gjykuese pasi ka dëgjuar për disa orë argumentimin ligjor të palëve, vendosi që Shala të zhvillojë zgjedhjet e 4-ta. Më 27 gusht, përfaqësuesit ligjor të PD-s dorëzuan pranë apelit ankimimin, në të njëjtën ditë ku në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk u arrit kuorumi i nevojshëm prej 4 votash, për shkak se mungonte antari i mazhorancës në këtë komision Hysén Osmanaj, pa votën e të cilit nuk mund të merrte vendimi për komunën e Shalës. Përgjatë votimeve të datës 21 gusht, të cilat u zhvilluan për herë të tretë pas dështimeve të para, pati probleme në KZAZ numër 42, ku sekretari demokrat i kësaj KZAZ u largua, duke mbajtur pezull procesin e numërimit. Për të shmangur debatet për numërimin, ky i fundit një proces për të cilin KQZ-ja është akuzuar her pas here, organi më i lartë i administrimit të zgjedhjeve solli kutit në Tiranë për të numëruar në ambientet e KQZ-s. Nga ky numërim, Vuksani i PS-s fitoi me 2 vota ndaj Tonaj të PD-s. Më parë deputetët socialistë akuzuan kryeministrin e vendit se po vinte në veprim skemën e vjedhjes në bashkëpunim të mandatit nga Kolegji dhe KQZ. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të mblidhet sërish për të caktuar datën se kur do të mbahet raundi i 4 i votimeve në Shalë.